Interesant është fakti që sa herë organet ligjzbatuese nisin hetime mbi akshin, fokusi ndalet te procedurat, te dokumentet, te kontratat dhe te kompanitë që dalin fituese në letra, por nuk shkon kurrë te personi që i lidh të gjithë këta element dhe ka një rol vendimtar në mënyrën si ndërtohen dhe si përfundojnë tenderët e teknologjisë, duke e lënë jashtë çdo analizë armandçarën edhe pse ai del në çdo hallk të këtij zinxhiri. Hetimet shohin formularët dhe firmat, por nuk ndjekin pronësinë reale dhe nuk ndjekin lidhjet ekonomike, sepse paracaktimi i një procedure nuk ndodh vetë, dikush harton kushtet, dikush kontrollon furnizimin, dikush vendos kush hyn në garë dhe kush del fitues dhe në rastin e akshit, këto role nuk janë të ndara, por bashkohen rreth të njëjtit emër. Armand Shara zotron 100% të Tag Engineering, kompania regjistruar më 30 nëntor 2017 me NIPT L7240700 dhe përmes kësaj shoqërie mban kontroll mbi kompani që shfaqen vazhdimisht në procedurat e teknologjisë publike, duke mos dalë kurrë vetë si përfitues frontal, por duke qenë gjithmonë pas kompanive që marrin kontrata dhe pagesa nga buxheti. Tag Engineering mban kuota në Infosoft Systems, Infosoft Business Solutions, EQBinfo dhe EQBinfo International, kompani që dalin si kontraktor dhe furnitor në projekte që akshi paguan nga thesari i shtetit, duke vendosur Armand Sharën në qendër të vendimarrjes edhe kur emri i tij nuk figuron në kontratë. Sipas të dhënave të thesarit, vetëm EQBinfo ka marrë rreth 30 milionë euro nga fondet publike, të shpërndara në mbi 1000 transaksione, pagesa të kryera kryesisht nga akshi për sisteme dhe shërbime informatike, ndërsa kontrolli i kësaj kompanie kalon përmes Tag Engineering dhe përfundon te Armand Shara. Këto pagesa nuk përfaqësojnë një episod të vetëm, por një rrjedhë të vazhdueshme parash publike, ku i njëjti rrjedh shfaqet herë si fitues, herë si furnitor dhe herë si konkurrent, ndërsa përfitimi real mbetet i përqendruar te i njëjti person. Në dosjen e laboratorëve të shkollave Smart Lab, që ndodhet nën hetim, institucionet ndalen te kompanitë që dalin fituese në tender, por nuk ndjekin zinxhirin e furnizimit dhe faturimit, ku pajisjet kalojnë nga partnerit distributor te kompani të lidhura me rrjetin e Armand Sharës, më pas te ndërmjetës dhe në fund te pjesëmarrës që fitojnë me çmime disa herë mbi koston, ndërsa personi që kontrollon këtë zinxhir nuk përmendet. Paralelisht me këtë rol në teknologji, Armand Shara rezulton i lidhur me grupet kriminale që pastrojnë paratë në ndërtim, kulla dhe pasuri të paluajtshme, duke krijuar një bosht ku tenderet, paratë publike, projektet dhe toka qarkullojnë brenda të njëjtave rrjete. Pas largimit të Ermal Beqirit nga qendra e skemës, roli i tij nuk u zhduk, por u trashëgua dhe sot del qartë se Armand Shara ka marrë përsipër vijimin e misionit Beqirit, duke mbajtur të njëjtin model funksionimi, të njëjtat lidhje dhe të njëjtin kontroll mbi procedurat e akshit, por me më pak ekspozim dhe me më shumë mbulim përmes pronësisë. Skema nuk ndryshoi vetëm emri që nuk përmendet, sepse ndërsa Ermal Beqiri doli në dosje dhe në hetime, Armand Shara mbeti në hije edhe pse paratë, kompanitë dhe kontratat tregojnë se kontrolli i krimit nuk u largua, por thjesht u zhvendos tek një tjetër aktor, Armand Shara. Në këtë situatë pyetja nuk lidhet me një tender dhe as me një kompani, por lidhet drejt për drejt me Armand Sharën, sepse pa u hetuar roli i tij si kontrollues i rrjetit të teknologjisë, si i lidhur me grupet e ndërtimit dhe si vijues i misionit e Ermal Beqirit, çdo hetim mbi akshin mbetet i cunguar. Pse është lënë në hije kolosi i tenderave të teknologjisë, zoti Armand Shara? Lidhja e kompanive të Armand Sharës me aferën e Durana Tech Park është e drejtë për drejtë dhe del nga dokumentet, jo nga interpretimet. Së pari Tag Engineering SHPK, kompania që Armand Shara zotron 100% dhe që shërben si qendra e kontrollit të gjithë rrjetit të tij, rezulton e përfshirë në listat e publikuara si një nga rreth 50 subjektet që janë regjistruar dhe kanë përfituar nga përfshirja në Durana Tech Park. Ky fakt tregon se Shara nuk ka qenë spektator në këtë aferë, por pjesë aktive e saj që në fazën e ndërtimit të skemës. Së dyti, kompania Inex SHPK e kontrolluar nga Armand Shara përmes këtij rrjeti është themeluar me adresë të regjistruar pikërisht brenda Durana Tech Park, çka nuk përbën një detaj formal, por një zgjedhje të qëllimshme sepse e fut kompaninë që në ditën e parë në një parajsë fiskale që parashikon përjashtim nga tatim fitimi dhe lehtësi të tjera që lidhen drejt për drejt me këtë park. Kjo tregon se Inex nuk u krijua si një kompani e zakonshme tregu, por si një strukturë vendosur brenda një skeme që kishte si qëllim evazionin fiskal. Duke qenë se Tag Engineering dhe rrjeti i kompanive të lidhura me të janë përfitues të rregullt të tenderëve publik me vlerë miliona euro, kryesisht në sektorin e teknologjisë dhe përmes akshit, situata merr një dimension tjetër. Nga njëra anë, këto kompani marrin fonde të mëdha nga buxheti i shtetit përmes kontratave publike, pra marrin para të taksapaguesve. Nga ana tjetër, përmes përfshirjes në Durana Tech Park, të njëjtat subjekte shmangin pagesën e taksave, duke mos kontribuar në të njëjtin buxhet nga i cili u shjehen. Këtu krijohet një cikël i mbyllur ku paratë publike kalojnë nga thesari i shtetit e kompanitë kontrolluara nga Armand Shara. Më pas përqendrohen te Tag Engineering si kompani mëm dhe në fazën tjetër kanalizohen drejt Inex, e cila është pozicionuar brenda skemës së evazionit fiskal të Durana Tech Park. Në këtë mënyrë, fitimet që burojnë nga tenderët e teknologjisë përfshirë ato të akshit, kalojnë nga një rrjet kompanish që i përkasin të njëjtit kontroll dhe përfundojnë në një strukturë ku taksat nuk paguhen.
iNext e krijuar dhe e regjistruar brenda parkut shfaqet kështu si një portofol i ri për rrjetin që kontrollon Armand Shara, një kompani që nuk ka nevojë të dalë vetë në tender në fazën fillestare, sepse ushqehet nga parat që gjenerohen nga kompanitë e tjera të grupit, si Kubinfo dhe subjektet e lidhura me Infosoft, para që fillimisht vinë nga procedura publike dhe më pas zhvendosen brenda rrjetit. Ky mekanizëm shpjegon pse iNext nuk ka histori të saj në prokurimet publike, por megjithatë shfaqet menjëherë si pjesë e një strukture fiskale të privilegjuar, sepse ajo nuk u ndërtua për të konkuruar, por për të thithur fitimet që krijohen nga tenderet e fituar më parë nga rrjeti i kompanive që Armand Shara kontrollon prej vitesh. Vion. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ka lëshuar një mesazh të fortë politik dhe sigurie gjatë ceremonisë së mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK-ut dhe BKH-s, të zhvilluar në Akademinë e Sigurisë, duke cituar sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Van Horn theksoi se organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të përfshira në trafikun e narkotikëve, përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë e SBA-ve në hemisferën perëndimore. Sipas diplomates amerikane, këto grupe nuk janë thjesht rrjete kriminale, por struktura që po destabilizojnë shtetet kombë dhe po nxisin emigracionin masiv, duke krijuar pasoja direkte edhe për sigurinë amerikane. Dhe, siç tha sekretari Rubio, organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e SBA-ve në hemisferën perëndimore, ku këto grupe po destabilizojnë shtetkombet dhe po i çojnë në emigrim masiv. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve, si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë, u shpreh e ngarkuara me punë Nancy Van Horn në ceremoninë e mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK-ut dhe BKH-s në Akademinë e Sigurisë, duke e bërë të qartë se mbështetja amerikane për institucionet shqiptare të drejtësisë nuk është simbolike por strategjike. Ajo veçoi SPAK-un, Byron Kombëtar të Hetimit dhe Akademinë e Sigurisë si shtylla kyçe në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve, duke sinjalizuar vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me FBI-n dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese amerikane. Mesazhi Van Horn vjen në një moment delikat për drejtësinë shqiptare, ku SPAK dhe BKH ndodhen nën presion të vazhdueshëm politik dhe mediatik, ndërsa nga Washingtoni sinjalet janë të qarta. Lufta kundër krimit të organizuar në Shqipëri mbetet një prioritet i drejtë për drejtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkruan Elton Qyno. Gjykata e Tiranës ka urdhëruar sekuestrimin e 2 kompanive shqiptare që i përkasin një grupi personash nga Spanja, të dyshuar për përfshirje në një skem ndërkombëtare mashtrimi me kriptovaluta. Një herësh nën sekuestro kanë përfunduar edhe një sipërfaqe toke prej 13.66 hektar në adresën Ndërmi Vlorë, një automjet tip Benz dhe disa llogari bankare. Më parë, më 10 tetor 2025, ishte SPAK që vendosi këtë pasuri nën sekuestro. Tashmë sekuestrohen për herë të dytë nga ana e prokurorisë së Tiranës. Autoritetet financiare në Madrid besojnë se rreth 27.000 persona, të gjithë me potencial të madh financiar, rënë viktima mashtrimit. Vlera totale e mashtrimit dyshohet të jetë mbi 300 milionë euro në atë që konsiderohet çështja Madeira Invest Club. Kompania vepronte si një fond investimi anonim. Klientëve nuk u kërkohej të jepnin emrat e tyre. Për të bërë pjesë e klubit, secili prej tyre duhet të investonte një shumë të caktuar parash, duke nisur nga 1.5 milion euro. Figura kryesore në skem sipas Komisionit Kombëtar të Letrave me Vlerë është Alvaro Romilo Castillo, i njohur në platformat e kriptovalutave si Luis ose Crypto Spain. Gjatë hetimeve ka rezultuar se Luisi komunikonte me klientët e tij nëpërmjet rrjeti Telegram. Ai u premtoi njerëzve të ndryshëm se investimi i tyre do të shumëfishohej në një kohë të shkurtër fal konvertimit të tyre në kriptovaluta dhe shpërndarjes në sipërmarrje të ndryshme globale. Autoritetet spanjolle besojnë se grupi i dyshuar kriminal me seli në Madrid kishte krijuar një rrjet kompanish fiktive në Portugali, SBA, Republikën Dominikane, Estoni dhe Shqipëri. Të dhënat zyrtare tregojnë se Castillo, Luisi, si dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, krijuan 2 kompani në Shqipëri në vitin 2024. Kompanitë Worthnit dhe Wortonova u regjistruan në Qendrën Kombëtare të Biznesit në të njëjtën datë, 6 qershor 2024. Adresa e tyre është e njëjtë, rruga Teodor Keko pranë Astirit në Tiranë. Aktiviteti është i njëjtë, aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, ndërtesave dhe ambienteve në të cilat kryet aktiviteti hotelier. Kompania Worthnit është në pronësi të Alvaro Romilo Castillos, kompania tjetër Wortonova është në pronësi të një shtetaseje me origjinë rumune, ndërsa administratori është i njëjtë në të dyja subjektet. Babai Alvaros. Çudit në këtë vendin ton të vogël s'kan të sosur, pasi nga njëra anë një vëlla hetohet dhe bën pjesë në grupin kriminal që zhvati shtetin me 10 milionë euro dhe nga ana tjetër vëllai tjetër është përfaqësuesi kryesor i Shqipërisë pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për Gëzim dhe Ferit Hoxhën, ku Gëzimi është nën akuzë dhe me mas sigurie nga SPAK si pjesë e grupit kriminal të Akshit, ndërkohë që Feriti vijon i qet detyrën si ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i Shqipërisë në BE që prej muajit korrik 2024. Feriti dhe Gëzimi gjatë 3 viteve të fundit kanë pësuar ndryshime në të mira materiale, ku Gëzimi ka marrë
10 miliona euro tender sekret nga qeveria me ndërhyrje e klanesh, ndërkohë që Feriti pas ulje ngritjeve në karrierën diplomatike u katapultua si njeriu kyç i integrimit. Këto radhë s'kan as pak qëllim që të ulim figurën e çdo njërit prej tyre, por në mungesë të një reagimi sidomos të diplomatit, do mundohemi të hedhim dritë mbi aktivitetin e të dyve, ku në disa raste aktiviteti publik i Feritit ndikon drejt për drejt në aktivitetin privat të Gëzimit. BE-ja ka nisma dhe mekanizma që mbështesin kompanitë të teknologjisë së informacionit, me donacione, kredi apo mbështetje logjistike, ku normalisht njeriu që bën ndërlidhsin e Shqipërisë me BE-n është Feriti. Nga ana tjetër, Gëzimi ka në pronësi plot 3 kompani. Më e vjetra ka fituar 10 miliona euro nga akshi për pajisje dhe programe të teknologjisë dhe 2 të tjerat i ka regjistruar fiktivisht në Parkun Durana në Xhavzotaj. Këto mosipër janë vetëm ato që realisht bëjnë vëllezërit, ndërkohë që lidhjen mes të dyve, nëse puna e njërit ndikon te tjetri apo te bashkëpunëtorët e vllajit, mund ta zbardhin institucionet ligjzbatuese. Fakti është që emri i Gzim Hoxhës dhe kompanisë së tij First ndodhet në shumë fashikuj të dosjes së akshit, ku vetë vllai i ambasadorit hetohet për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në formën e bashkëpunimit të grupit të strukturuar kriminal. Po hetohet edhe për grupin strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Në një kohë që Ferit Hoxha u emërua ambasador në BE në muajin korrik të vitit 2024, vllai i tij Gëzim Hoxha vionte të fitonte dhe të merrte tender sekret nga qeveria, një prej cilëve në vlerën e plot 60 milionë eurove. Inaciko, një prej vartësve të Ermal Beqirit, aktualisht me mas siguri shtrënguese, po që nuk është ekzekutuar, ka deklaruar se ka pasur marrëdhënie financiare dhe kanë bashkëpunuar me disa firma, njëra prej cilave edhe First me pronar Gëzim Hoxhën. Në dosjen e Spakut, të hulumtuar nga Vox News, detajohet se janë bërë kreditime nga firma First te kompanitë e Beqirit apo Agasit në shuma që shkojnë deri në 1.2 milion euro. Këto kreditime janë realizuar në dhjetor të vitit 2024. Prokuroria ka zbuluar se kompania e Gzim Hoxhës, First, ka kaluar fonde në llogarinë e subjektit EA Solution në shuma të konsiderueshme. Faktet janë evidente tashmë të zbardhura plotësisht nga Spak, por që deri më tani janë lënë ajër për shkak se po këta individ janë shfaqur edhe te parku fiktiv Durana në Xhavzotaj të Durrësit. Faturimet e kryera nga EA Solution SHPK në drejtim të 3 subjekteve të tjera janë fiktive dhe me qëllim për fitimin e parave që rrjedhin nga procedurat e prokurimeve të paracaktuara nga grupi kriminal, thuhet në dosje. 2 biznesmenët e tjerë në dosje, Andis Papa dhe Gzim Hoxha, kanë kontaktuar shërbimet e EA Solution nëpërmjet Ermal Beqirit, i cili i ka drejtuar te ky subjekt. Pra, të gjitha aktivitetet drejtohen nga shtetasit Ermal Beqiri dhe Yrgys Agasi me qëllimin përfundimtar për fitimin e paligjshëm të fondeve të marra nga kontratat publike me institucionin e Akshit, thot Spaku. Në dosjen e Akshit detajohet edhe dëshmia e vet biznesmenit Gzim Hoxha, i cili ka deklaruar se firmën e ka prej vitit 2008, ndërkohë që është fokusuar te siguria kibernetike. Në dëshmia i ka pranuar indirekt se ka paguar një shumë prej rreth 600.000 eurosh si rishfet, ndërkohë ka bërë edhe fatura të tjera me 2 biznesmenë kryesor të shpallur në kërkim. Dëshmia e tij kryesore ka qenë për një super tender sekret, i cili nuk dihet ende sot e kësaj dite se çfarë është bërë. Kemi patur edhe një bashkëpunim tjetër për shkak se vitin e kaluar, ndoshta në muajin tetor 2024, ne kemi fituar një procedurë tjetër prokurimi me Akshin, me një vlerë të lartë prej rreth 60 milionë eurosh. Ky tender është sekret dhe aty kemi nën kontraktuar disa shërbime me shoqërinë EA Solution, të cilat kanë një vlerë prej rreth 60 milionë lekësh të reja, ka pohuar Hoxha. Për koincidencë ose jo, koha në të cilën ka fituar tenderin dhe ka bërë pagesën prej 600.000 eurosh përkon me kohën që vllai i tij Feriti të jetë emëruar si ambasador i Shqipërisë në BE. Në dosje citohet se Mirlinda Kaçanaj, drejtoresha e Akshit, e cila po hetohet me masën e sigurisë rreth shtëpia, ka vendosur kriteret paligjshme te procedurat e prokurimit që favorizonin dhe u krijonin privilegje të padrejta për disa operatorë ekonomik, ndër të cilët edhe First. Gëzim Hoxha ka rol aktiv në pjesëmarrjen dhe përfitimin e paligjshëm të procedurave të prokurimit, të cilat diktohen nga shtetasit e sipërpërmendur. Ai ka kredituar shumë të konsiderueshme të shoqëria EA Solution, thuhet në dosje. Ndaj Hoxhës është caktuar masa e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit, teksa ai hetohet për pastrim parash të kryer në kuadër të organizatës kriminale. Ai është urdhëruar nga gjykata e posaçme që të mos largohet nga territori i Shqipërisë. Të dhënat e analizuara nga Vox News flasin se Gzim Hoxha ka ngritur një skem për pastrimin e parave që merrte nga tenderët, duke i xhiruar në kompani të tjera me të njëjtën fushë apo së fundmi edhe në kompanitë virtuale të Duranës. Fijet mes Gzim Hoxhës dhe Ermal Beqirit, krahas pjesëmarrjes në grupin kriminal të Akshit, lidhen te Durana. Një park i ngritur nga Elira Kokona e korporatës së investimeve shqiptare, e cila pa ndërtuar asnjë godin, zhvendosi në atë adresë rreth 50 firma me pronare emra të njohur, disa prej cilëve me dosje në Spak. S'kishte si të mungonte as Gëzimi, i cili me njohjet apo bashkëpunimet që kishte bërë hapi kompaninë Cybermind Labs. Ai e regjistroi në QKB në muajin nëntor të vitit 2025. Adresa e kompanisë sipas dokumenteve është në Shijak, Durana Tech Park, rruga Ahmet Zogu, njësia administrative Xhavzotaj. Objekti i kompanisë është krijimi dhe funksionimi i laboratorëve të kërkimit dhe zhvillimit në fushat ICT, AI, ML, IoT, digitalizim dhe siguri kibernetike. Në të njëjtën kohë, nëntor 2025, Gëzim Hoxha hapi një tjetër kompani guacka apo fiktive, me adresë në Xhavzotaj, duke e quajtur Box Artificial Logic. Shkodrani duket se ka lindur me këmish, pasi me një lëvizje arriti që të regjistrojë 2 firma me bekimin e Elira Kokonos, e cila në kombim i falte taksa, dividendin apo lehtësi doganore. Një skemë mirëfillt për të pastruar paratë e
marra nga tenderet sekret, ku ende sot e kësaj dite nuk dihen me saksi se sa para ka marrë në total Gzim Hoxha apo njerëzit që fshihen pas tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar të ngushtojnë rrethin për Edi Ramën, edhe pse drejton qeverinë e një vendi për cilin Trump nuk ka asnjë ide se ku bie. Rama i ka dhënë kompetenca vetes të tallet e të bëjë shaka, duke menduar se ka përballë grupin e PS-s. Deklarata e pak ditëve më parë se Shqipëria është si mjalt për Kinën, po i sjell pasoja shumë të mëdha. Ambasada amerikane i ka dërguar Bablokut 3 mesazhe përvoluese brenda 24 orëve pa përmendur vizat, pezullimi të cilave ishte goditja më e madhe. Qeveria tentoi ta relativizojë duke u kapur pas faktit se ka të bëjë vetëm me vizat emigruese. Po e vërtetë se ka të bëjë me vizat emigruese, por janë një numër i madh shqiptarësh që preken pasi nuk ka më llotari amerikane apo bashkime familjare. Qeveria e hoqi përgjegjësinë nga vetja, por në fakt, sipas Reuters, ka shumë shtete që i kanë zgjidhur problemet me marrëveshje. Një shembull që përmendet aty është Meksika. Meksika është një ndër vendet më problematike sa i takon emigracionit, por dy vendet e kanë zgjidhur problemin. Shqipëria ndërkohë shihet si vendi i botës së tretë, edhe pse Rama na mburret për miqësi me Jared Kushner apo Ivanka Trump, por përveç kësaj ka pasur 3 postime në rrjetet sociale nga ambasada e SBA-ve, ku duket qartë se janë mesazhe për kreun e qeverisë. Ambasada kërkoi të bëhet kujdes me investitorët që merren dhe duke i qartë se ishte mesazh për deklaratat e Ramës për Kinën. Siç ka thënë presidenti Trump, siguria ekonomike është siguri kombëtare. Ky parim është veçanërisht i rëndësishëm në sigurinë publike dhe infrastrukturën kritike, ku teknologjia që zgjedhin vendet ndikon drejt për drejt në qëndrueshmërinë, sovranitetin dhe sigurinë e qytetarëve. U shpreh e ngarkuara me punë Nancy Van Horn. Mesazhi i dytë erdhi sot në mëngjes duke u bazuar te një deklaratë e sekretarit Rubio se liria e shprehjes në Europë po gërryhet. Fakti që ky mesazh u theksua nga ambasada duket se është mesazh për qeverinë, pasi në shumë raporte ka pasur kritika mbi lirinë e medias në Shqipëri. Për më tepër Rama këto ditë ka nisur të sulmoj gazetarët që i dalin kundër. Mesazhi përvolues erdhi në mesditë nga Van Horn në ceremoninë e mbylljes së trajnimit të udhëhequr nga FBI për hetuesit e SPAK dhe BKH-s në Akademinë e Sigurisë, ku e tha qartë se krimi po detyron shqiptarët të largohen nga vendi. Dhe siç tha sekretari Rubio, organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikimin e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e SBA-ve në hemisferën perëndimore, ku këto grupe po destabilizojnë shtetkombet dhe po i çojnë në emigrim masiv. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve si SPAK, BKH dhe Akademia e Sigurisë. Po ashtu ajo shtoi, rrjetet kriminale përfshir grupet shqiptare që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari Rubio, përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë, përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave. Sikurse e keni parë përmes këtij kursi, këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne. Pra duket qartë se Rama nuk i ka as pak mirë punët me administratën e Trump. Mesazhi i parë u dha që kur fitoi zgjedhjet pasi nuk e uroi askush. Po ashtu që kur erdhi në pushtet Trump, Rama nuk ka kryer asnjë vizitë zyrtare në SBA dhe nuk është takuar nga personalitete të larta. Madje edhe i dërguari i Ballkanit kur erdhi në Tiranë e shmangu. Por deklaratat e pak ditëve më parë për Kinën duket se i kanë asaruar ndjeshëm amerikanët, të cilët po i tregojnë vendin liderit global. Ambasada e Shteteve të Bashkuara publikoi një video nga përfundimi i programit të trajnimit drejtuar nga FBI-a për hetuesit e SPAK dhe BKH. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Akademisë së Sigurisë dhe e përfshiu një fjalë të ngarkuarës me punë Nancy Van Horn. Pamjet e shpërndara tregojnë drejtuesit e strukturave që mbajnë sot peshën e hetimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në sallë u shfaq edhe kreu i SPAK Lodian Brao, drejtuesi i BKH Joni Keta dhe përfaqësues të tjerë të përfshirë drejt për drejt në hetime. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda mungonte plotësisht, si fizikisht ashtu edhe në materialin zyrtar të publikuar nga ambasada amerikane. Asnjë institucion nuk dha shpjegim publik për këtë mungesë. Përjashtimi i drejtorit të Policisë së Shtetit nga një aktivitet me mbështetje amerikane dhe me fokus në luftën kundër krimit të organizuar përbën sinjal të qartë institucional dhe politik. Ilir Proda ndodhet në hetim nga SPAK. Prokuroria ka sekuestruar telefonin për rrjedhje të sekretit hetimor dhe për përdorimin e Policisë së Shtetit si mjet mbrojtjeje për interesa kriminale gjatë periudhës kur drejtonte policinë e Elbasanit. Hetimi trajton dekonspirimin e aksioneve, shpërndarjen e informacionit operativ dhe sabotimin e veprimeve ligjzbatuese. Në ndërtimin e tij, policia e shtetit ka mbajtur në detyrë drejtues të proceduar penalisht për lidhje me grupe kriminale dhe për rrjedhje të dhënave sensitive nga sistemet policore dhe nga agjencitë partnere. Mosveprimi i qëllimshëm ka garantuar vijimin e aksesit në sekret policor dhe ka mbrojtur persona në hetim penal. Sipas burimeve të sigurta, Ilir Prodës i është sekuestruar telefoni dhe shfaqet në disa dosje që ndodhen aktualisht në duart e prokurorëve të SPAK. Në këtë kontekst, distancimi i ambasadës së SBA-s nga drejtori i Policisë së Shtetit nuk përbën rastësi. Përfaqësia amerikane ka zgjedhur të qëndrojë hapur në krah të SPAK dhe BKH, duke anashkaluar një drejtues policie që ka kthyer institucionin në mekanizëm shërbimi për interesat kriminale.